Bombardimi kom qenë në Banesë, në qendër të Prishtinës, rrugën Femia Agani afër qafës. Edhe kemi qenë katin e 5 të Banesës, që kështu kemi pas një pamje të qartë krejt situatës çka ka ndodhur. Çka ka qenë të ndodh kur fillon bombardimi? Bombardimet e para kur kanë fillu, veç me njeri kemi një tenkat ushtria olshu në për qytet. E kanë kallë mas pari Selina aty ku ka qenë LDK-s kjo Ibrahim Rrugovës. Edhe qatë pamje e kom kështu që më ka metë kështu mas shumëti që ajo djegja aty që ndodhë dhe që krejt qyteti është dridhë prej tankeve që janë lëshu në qytet. Shpin kemi vendos vetë me lëshu, për situatës pëthëm që i kemi pas në altë Banesën edhe kemi vëzhgu krejt situatën që ka ndodhë. Kur ja ka njës mi gjujt njerës në për rrugë prej Dragodanit të lëshu civil të këto dhe kemi pa që ma veç ja ka njës me hargju ushqimet, mu vështërsu jeta, edhe atëre kanë vendos krejt kojshit shumica, një 8 familje kemi qenë, disa nuk kanë dalë, prenteme i kom pas afer me shpi, me motrat, me krejt ata nuk kanë pranu me dalë, ata kanë nejt, e na tjertë kemi pranu me dalë, edhe kemi ditë për afërsisht kohën kur është e treni, se kemi vëzhgu veç 3 ditë për para që jo ndalë njerëzit, edhe kemi gjetë kohën kur është treni edhe jemi dalë me datën 2 prill. Edhe jemi njësë për stacionin e trenit, poshtë Dragodanit që është, edhe rrugës ka pas paramilitar shumë, po nuk na kanë nguc neve, as njeve. Unë e kom qenë me bebën e kom pas 2 mujshe, edhe i kom lonë senet që i kom pas vlefshme, i kom shtite, e kom pas një korp të bebës, edhe i kom shti aty, kom menu që burin e naljen, edhe mi audhon ato për me pështu. Po na mire kemi pas fatin, edhe kemi dalë mirë pa problem deri te stacioni trenit. Edhe shumë shpejt kemi mri deri në stacion, pa kur farë të lashe kështu, dhe aty kemi mri. Kur kemi mri aty në stacion, aty ka pas edhe policë, edhe paramilitar, plot kanë qenë, po nuk na kanë nguc kur gjo, veç na kanë thonë me maj qëtësi dhe mos me bo zhurë. Kemi prit treni një gjysore, 40 minuta qashtu, edhe ka arë treni i cili ka qenë i mbushur me njerëz komplet prej Fushë Kosovës. Ato kupet kanë qenë krejt mbushuna, vetëm koridori trenit ka qenë i lirë. Këtu në për turmat njerëzve me nëzi kom kalu, edhe këtu ma kanë hapë këtë derën një familje e Fushë Kosovës, kanë qenë, komplet familja ka qenë, edhe unë e kom hy këtu mrena me djallin, i cili ka qajt shumë, në fillim hu jo mullë qëtu veç pak qëtu, po s'kom pas ku me lonë djallin, cili ka qenë me një korp, edhe qëtu tavolinat kanë qenë kështu, edhe qëtu e kom lonë djallin. Se këtu kanë qenë tullun njerës, një familje prej Fushë Kosovës, e këtu e kom lonë djallin. Deri në Fushë Kosovë ka qaj që ashtu, kur kemi mërim Fushë Kosovë në alë treni shumë, njerë lëviz ka dale shumë, mas në nej ndalë krejt, edhe aty ka pas shumë paramilitar, rom ka pas shumë, që na kanë kërsnu, na kanë bo kështu me dorë që kemi mjë prej kokën e ato, po fatmirësisht mrena nuk na kanë bo kur gjo, edhe mas e kemi vazhdu rrugën. Edhe unë e gjatë rrugës, kështu shumë nuk kom pas kohë me këshyrë jashtë krejt që ka pas, e kom pas bebën me veti. Kur kemi mri dikun afër Kaçanikut, për dritare, i kemi pa ka pas paramilitar shumë, kanë qenë me thika, me armë në dorë, edhe kanë gjujt, shumë kanë gjujt. Jo në dëgjut shtanunatarëve shumë. Po, as një zonë nuk është një në tren. Kërkush as ka folë, as kur gjove që kemi shqiqu, as krytës kemi guzof me këthy. Me një majet synit kemi këqyrë. Që ka po ndodhë, aty na kanë lonë, s'po di sa një gjysore ndështa. Deri sa na kanë frigu mirë.
Edhe aty shumë jemi tutë kërkosh, veç krejt rrugës, pri Prishtinës deri atje një zonë nuk o një. Na herë na i zoj fëmis që ka qajt, po njerës kërkosh zas ka bo. E aty kemi qenë shumë të frikësum, që aty të ka qaniku, shumë. Po mirë edhe aty pështum, edhe kështu mbretëm deri te Blaca. Kur më rime në Blac, dullën do me tesha ushtaraka paramilitar, tash nuk më kujtohën mirë që ato teshat dhe qështu ka gjelbërta e kam pas vesh. Edhe ata kanë thonë nëse hecni jashtë binarëve trenit, krejt minat është e minu me toka. Kështu që jo dashtë ajo rruga u bo bajgi gjatë se shumë njerëz edhe ngosht aty me shku njerëz. Edhe kemi mri deri në Blac. Kur kemi mri në Blac, kur kemi dalë prej trenit, kur kemi mrit ajo fusha aty që kanë qenë njerëz, aty që ka me pa? Tmeri, krejt njerëz shqetsum, njerëz të qajt, njerëz të vdekun bajshin, pjaka, nana të lyp ushqim për fëmi, tmeri Zotit, loqi gjallë ka qenë, krejt kamt, të meshin në përloq. Shumë trishtim. Sa nana lypja ki për fëmi ushqem, se kom dalë pa kur gjo. Unë e për veti kom dalë veç me një torbë të fëmis që i kom pas, po fatë mirësisht e kom pas fëmi unë në gji, edhe se kom pas qatë problemin e cuslave, seneve, që ato e kom pas një të mirë. Edhe masë e kemi shku me disa bashkë kojshi që kemi shku, edhe kemi bo një farë shatori shumë të vogël, sa për mu, edhe buri tezës, buri tem, ka qenë aji paralizumi smut ka qenë, edhe ati ja kam bo një ven aty mushtri edhe mu me bebë aty. Edhe mu që ajo dita para aty më ka shku të prit të në kohën, thësha më së përmë vinë familjarët e me, që kanë metë në luft, edhe më ka shku dita aty i prit ata. Po, si kom pas, kanë ardhë heq, ata kanë metë këtu në luft, krejt komplet. Pre krejt familjes, veç une, edhe një djali aqës që kemi qenë jashtë Kosovës, krejt kanë qenë Kosovë. Edhe që ashtu më ka shku dita të prit, edhe s'kom guzoft mu qu prej venit, se komenov që po vjen a i farë vrullit, diku që shka dhe po më hub djali, mase nuk e gjej bebën. Edhe hitë s'kom livrita, dhe ton ditën, ton natën, unë e heq veç e komaj që shtu e kom gjithë, zdi që ka qenë ajo, po më do këtë në torë, pjo mullë, edhe komaj djali në ndorë, që ashtu hiq pa lëviz. Do me thonë një ditë edhe një natë hitë s'kom lëviz. Se jom tutë dhe isha po vinë edhe masej se gjej djalin për ma fërflojnë dikun. Po sa qëresh, kur kom dalë në Blac, masej ka qenë gjini nuk mu ka nalë, kom pas me qka me ushqy bebën, po ka qenë krejt uj gjini. Ndështë api stresit, ma shumë stresit se ushqyrja. Unë e krejt stresin e kom pas të familjes të emë që ka metë këtu. Djallit po se po që e kom pas me veti, po masej kur mbrive atje, masën e këtyne që kanë metë këtu. Edhe qashtu u bo masën e të nesër më në mëngjezi, mas asaj natës të parë, të merë aty. Zdi që ka me thonë ma keqë. Unë e me një bebë 2 mujshe, e re, shumë e re, 23 vjeqare kom qenë. Edhe krejt, janisi beba, mi u bo sy të zi, hun të zeza, prej tymi që dhezështin se ka qenë ftoft, bike shi pak, edhe mund zi njerë se shumë ftoft ka qenë, edhe që ashtot, pa buk, pa kur gjo, buri ton kohën ata jo ka qenë po mdo këtë një mashtrim që ju ka mbu mi prit do numra, për me pas drejti me dalë prej Blacës me një numër. Edhe buri jam ton kohën ka shku atje ka prit të në ren për me marrë qatë numrin, që na me pas drejt kishe me dalë prej atyt. Edhe qështu veshë në gjujshja e një farpamje shumë e trishtu me buk, me një traktor, kur sa harë ju gjujshi njerëzve, pritshi njerëz, ajo ju bike në për trop, ju bike në loq, shumë ka qenë pamje trishtuse, sidomos për një nanë tresi une që shjem konë. Edhe qështu mas e erdë nata, edhe e kanë gjetë një thikë që e ka pas dikush të shpis me veti,
edhe i kanë marrë disa droj, edhe i kanë shpërnda ata do qadra, si najlona, s'po di që ka me thonë, ato kanë qenë, edhe kanë marru një shator pakës më të madhë, që mi zanë krejt njerë se u bëjë shumë ftaftë. Edhe kur hyna une me beba të mrena, edhe djali nisi me qajt, mi unë alzani, mora me andru teshat, ajo s'mu, shike që veç po dënë me vdek ma prej ftaftit. Edhe kom vendosë vi që kom marrë djalin në ndorë, edhe i kom thonë, në qatë ko ka ardë buri të ndërtu qatë farë shatorin, edhe i kom thonë, unë e po du me dalë, ma nuk ri këto se djali shkaj, se aj ma e pa të fundin. Edhe kom ri, kom shku, krejt ka qenë loq i gjallë, ajo këtë ngrek e mrena, ajo një farë të përpjedze për me dalë. Aty ka pas njerëz shumë njerëz cilë të kam pritë se cili për të ke me dalë prej me njerëz smut, me plaka në për tokë, me thmi, me shumë. Edhe aty kanë qenë do ushtarë të Macedonisë me policinë edhe unë e pja bëj njeni tash, unë vish pja bëj me dorë, po do pare lem dalë se kom djalin smut. Edhe ajo si dukët i pëlqejke ajo, mi dhonë unë e diqka, po nuk gudzejke ndoshta në masë aty asë, po di që ka qenë problemi. Edhe tonë kom që më shiqajke, ja ndoshta ju kom dhim që kom qenë shumë e reja, s'po di. Edhe tonë kom më ka shiquaj, edhe dikur ja kom bo, o kam vdes beba, sërbesht i kom thonë, edhe ma ka bo hec, edhe më turma më brapa më kanë shty. Edhe ja kom dhonë djalin burit për me shty se shumë loq, këtë dhe i këtu himë në atë farë loqin aty. Edhe dollëm dyqysh. Unë me qatë torbën se lëshë isha hecë, dhe që s'ko me që ka me ndru djalin, këtë kisha sendet aty, edhe më ri me dalin altë. Kur më ri, trishtim, ajo korpa e djalit krejt që orëdzu buri me gjithë thënë në loq, une krejt, po më ri me dalë. Edhe kur më ri në altë aty, me njerë kishë qenë një autobus të unisë, si autobusat lokal ka qenë që shto diqka, edhe drejt në autobus. As dishim ku po shkojmë, 2-3, me një bebë vogël, as kur gjo, ter rruga ka qenë, shumë se kur kemi dalë u konë 12 orë, që ashtu diqka, edhe drejt në qojnë në Dibër. Edhe në Dibër në qojnë me një qerë dhe thmive, aty ka qenë bile më nëzet, mëriva me pastru djalin, me ndru, mja hek, krejt atymin që e kesh krejt. Edhe erdhë kryetari i komunës Dibrës në vizit refugjatëve që kishin ardhë aty në atë qerdhën e fëmijëve. Edhe si duket, ju kom dokë, nana ma e re vetë, edhe u afru aty, edhe më tha, unë e po kom qefa mu të marë musafirë ty në shpinë teme. Edhe burë jam të lejtin tokë, sa i 2 ditë kish nejta, si më rima aty, jam njerë u shtrisë, si bëjkë shi madhe, që zgjova pi gjumit edhe pitëm qështu. Edhe unë atë pritjen aty nëse haroj korë, a i kryetari, nga ka marrë shoferi kryetarit të Dibrës, më skofsha gabem, është në re koleci, po nuk jam e sigurt a është krejti sakt emri. Nga ka marrë a i në shpit vetë, nga ka lëshu dhomën e gjumit dvetën, krejt mi ka siguru sa ata s'kishin thmit vegjel në shpe, mi ka siguru krejt, me la, me krejt teshat, mu, burit, krejt reja. Nga kanë dhanë, dhe edhe këpucat nga ka la ajo gruja e ati, shumë mirë nga kanë prit. Pa aty kemi nejtë vesh 2 natë, se vjerit kishin mëri me shku në Strug, me një katon në Fjerisht. Atje edhe ata erdhen mase me na marë vjeri, se kishë qef, u bo bashkë krejt familja, edhe shkum atje. Atje mase kemi nejtë 2 muje gjysë. Po unë e falenderimin që e kom për ata njerës Dibrës, di mas mu ka bo me shku korë, po ata shumë mirë edhe këtu, pa ata kanë qenë nivel tjetër i shumë mirë nga kanë pritë. Dhomën e gjumit ma nga kanë shut vetën. Kemi shku atje, qështu kemi nejtë 2 muje gjysë, me thmit vegjel, me një katon, mirë, me thonë. Po unë e krejt e kom pas dhimëtën se më kanë mitë prind këto edhe motrat shumë treja këto. Rifat e ka pas a i plaku emrin. Ta kemi shku edhe masë nej, nga kanë thirë edhe ndarësëm. Edhe një kohë kur shkëshim për
qëto pushimet e një majit në Strugë, që ishim një kohë që s'kishim ka me shku, kena shku gjithi, kena vizitu, po mas e ata pleq kanë vdekë dhe ata fëmijët krejt kanë qenë në Zvicër, po dhe ata kur ka ardha jali aty një prej Zvicrës, kanë thonë, na ndoshta juve nuk muj më afru krejt, po këti për djalin tim që ka qenë 2 mujsh, a i ka thonë këti krejt keme me ja u bo, krejt kushte që a i nevojitët për këta. Edhe qështu, masën e djali veç mu smu keq, ka qenë shumë i smut, me vesh, me mushkni, sa aty u konë të merë blaca, të merë. Djalin të në kohën mu doke që dhe më vdek, që ashtu më pat hi një farë tute që e kisha unë në palë që më pat hi ajo abdin, se veç e pashtë në bëllatë që ke të shku, edhe mu doke që për i me është të shku masën e. Edhe usë mu bagi keq, ishtë mija i parë, isha shumë e re. Prind si kisha ofër, si krejt që shka nevoj i kom pasë edhe prind të burit, që të mu kanë gjithë shumë edhe ata, po shumë e vështirë ka qenë për mu. Shumë e vështirë se e vetë me për krejt familjes me qenë dikon e largu me veç ti, që ajo mas ne ka qenë lufta e jeme, ma e madhe me mu, që shko mujt me përbalu krejt që atë 2 muj e gjysë që ashtu. Babi jem ka qenë shumë optimist, tash ka ndru jetë, edhe a i kur më ka thirë në telefon, e ka gjetë më ka thirë një herë në 3 ditë në atë shpinë aty ku kemi qenë, që është ka qenë optimist, që ma bëjke që këtu është shumë mirë. Edhe mu 3 ditë më ka muajt ajo fjallë e babit, që për i me nuk është rrezik, për i me, po kur e lësha televizorin, krej diçka tjetër, realiteti prej ati që shma ma ka spjegu, ma ka thjeshtësu, s'po di që shme thonë, s'po di, a i më ka bo muni mu krejtë ndryshe. Mës të ishin kom fjallë të tina, unë e thëmë, s'di që a kisha bo. Po, qështu, 2 muj e gjysë, po fatë mirësisht, kam pështu këta këto me shumë vështërsi, se kanë qenë banes, kanë qenë 18 veta, me një banes 2 dhomshe. Edhe nuk e di sa herë mi numru që ju kanë hi paramilitarë të mrena, që ka po lëpni ju krejt këto, a gjem ka qenë atë ko gazetarë që o konë shumë gazetarët me njëherë që i kanë mytë si i kanë gjetë dikon. A gjem është Behar Zogjani. Edhe e kanë qitë prej banesës, o dalë në rrugë, o dashtë mu kamuflu mës me njovë dikon, dhe i që atje mas e ka shku babi i ka marë, i ka shti mrena në shpe. Motrat e mija asar kanë ardhë, motra e me 2 vjetë ka qenë mas e me traumat luftës që i kanë përjetu, që ju kanë hi paramilitarët, edhe 2 familje kanë jetu në banesë. Motrat e mija njëna ka qenë 21, 19, edhe tjetra 14 e vogla. Edhe ato gjithë sarë kanë hi paramilitarët në hymje, edhe këto gjithë janë tutë, mos pëndodhë na i dhonim dishka, që ato krejt e kanë pas veç atë. E motra e me ka përjetu shumë keq, motra e me 3 prej meje. Ajo veç 2 vjetë ka qenë me trauma, mas nej shumë të këqia të luftës, me ankë dhe me shumë keq e ka përjetu. Që ato që kanë metë këto. Këta kështu diqka nuk ju kanë bo, veç kështu ju kanë hi her pas herë mrena në shpe, i kanë shti në dhomë, për shemull një kanë një, i kanë thirë mrena, i kanë pytë. Kush je, qka je, qa po bënë, që si pytje të kota. Pse po reni këto, se kanë qenë gjyshja, 2 gjallarët e mi, babi me mamin edhe me motrat, plus ata me fmi krejt, 18 veta kanë qenë me një banesë. Se s'kan dash me lëshu Kosovën, pikrisht për qëta. Se s'kan pas tjetër arsye, veç, për dhëmë babi jam si natyrë ka qenë shumë tip optimist, edhe une kur kom dalë, ka thonë pse po delë se o kry, shumë shpejt kryhët. Edhe qaj optimizmi e ka majtë në Kosovë. Me shumë vështërsia i ka qenë 100 herë, kur ka dalë, kanë zonë, kanë qërto, po fatmirësisht ka pështu për luftës. Qëka ka punu babi? Babi ka qenë inspektor sanitarë në komunë, 42 vjetë ka punu. Dhe që 5 muj ka ndru jetë. Në cilin fshat në Strugë jeni strehu? Tjerisht komuna Strugës ka qenë, që aty janë kufi me Shqipërinë. Mira, ata njerëz nga kanë pritë
shumë mirë, po kur si jetë shpintane, është dhe kotë. Këthimi në Kosovë, unë me njëherë e kom lypë si është i ru, ka hinato, unë me njëherë e kom lypë më këthys. Veshin atje, gjatë qëndrimit që kemi qenë atje, ka fundi, veç mujtë e fundit, kanë ordo, s'di tash që ka kanë qenë ata të farë organizatave, nuk e di se as nuk kom qenë interesume për me dalë jashtë. E di që kanë ardhë aty në bërë të asaj shpisë dhe shpeshari kanë marrë këta në pytja, e një të interesume dalë në Australi, qëto venet në Belgjikës, disa vende kanë qenë që në kanë lutë me shku, po unë s'kom pranë unë kërkon me shku, se s'kom mujtë me shku me lonë familjen, mu ka do qëto, po jom pak ofër tyne. Edhe një javë, pa u kry lufta, erdhëm për Amerikë me shku në qështu një organizata, s'po di që kanë qenë ata njerës që kanë ardhë aty. Edhe buri pak ishë qef me shku, se u bo gjatë, dhe ishim e thmi, edhe bashkë në që ato tema, apo shkojmë, as po shkojmë, që ka po bojmë, veç shqyqëru, shliru Kosova, edhe me njëherë në asnis do ishim ma me nejtë. Po plot kanë shku edhe në qatë kohë, kur veç o shliru, plot i kanë marë që ata i kanë qu për Amerikë dhe Australi. Edhe na vendosëm u këthy, na imi këthy ditën e 7 që është shliru Kosova. Ka dalë buri jam në qytet, ka këqyrë dikush kush gjenë se na kemi qenë une, buri, vjerit edhe kunata. Edhe kemi pas një plak që i kemi gjetë në Blac, ajo ka qenë në Gjakovës, unë e vjerën e kom pas Gjakovës, edhe ajo që e ka pas Gjakovare e ka marrë me veti, ju ka dhinë pa kërkona e s'ka pas fëmija, s'kur gjo ganimete e ka pas emrin, po mbi emrin ja kom haru. Ajo ka qenë me neve bashkë, edhe në atë shpinë në Strug bashkë kemi qenë edhe jemi këthy me to bashkë, dhe i mbanese kemi qu. E ka pas të santeja i Bërlepenci që aty ajo plaka shpinë ku e kemi qu dhe ma se kom pakur. Edhe e ka gjetë një djallë. Edhe tha së pranoj ke kërkush marë në Kosovë, se kishin frigë marë, se ala sa u shliru. E ka gjetë kjo një djallë burjem shumë tri, 21 vjetë, me një kombi ka ardhaj. Na ka marë krejtve, edhe jemi këthy ka tetova. Edhe emocioni ma i madhë gjatë kitë rrugës kur kena ardhë, kur kemi mëri në Kufi, kur jemi nalë me atë kombin, aty kanë qenë krejta jo fusha, aty që kanë mitë refugjatve, djepat e thmive, ato qadrat, ka pas edhe disa njerëz, halo, a di shumë kujtohet si hija jo, po mas shumë ti që më ka mitë në kry, kanë qenë ushtarë të UÇK-s. Që ajo ka qenë emocioni ma i madhi kur o kry lufta, edhe ka ardhaj e ka shti kryt në kombi a ju shtari, edhe pikëshyr krejt për na pyç që keni kalu asi mirë, na pëpysim ato edhe e mur djallin prej kombin, sa i veç u bo 4 mujshe gjysë mas në i djalli, edhe nëzeri jashtë, abëdën edhe që ajo ka qenë emocioni ma i madhi tek nej. Ma se mirë kur erdhëm këtu në Prishtinë, banesën veç i këshin marrë kri gjanat e vlefshme elektronikat e këto që ka kanë mujtë me marrë, edhe ja nisëm jetës takimi me familje, nuk di me ta përshkru. S'kom fjallë, nuk di, kur kom ardhë, kur kemi mri të pompa e benzinës, të kafet e vogla që ta shku janë, kur kemi mri ka kafet e vogla, pra fërsisht aty të Qebari, pak ma poshtë ku është tash, e kom pa nanën teme në rrugë. Zdi, kom dash me thy gjamin e ati kombit, zdi që shkom dalë, zdi më këshur ka djali që ka kom, që ka po reagajon në minut ashtu, a? Qaj me nanën teme kom abdënsi, që ato amas jem taku dhe me këta tjertë, po qaj me nanën nuk onë shumë kujtim që më ka mitë edhe ajo në kryu. Ushtari UÇK-s edhe nana në rrugë që të 2 sene jonë cilat i majnë kështu mas mirë të në menë. E fështirë ka qenë shumë takime, shumë. Tash ata printe me, motrat e mija, ata ma shumë e kam pas kur jonë gëzu, kur e kam pa djallin, ndoshta se mua, se nipi është i parë ka qenë familje
teme dhe sa u patën lidhë veç pak me ta dhe me njerë na shkum. E mirë. Djali tash i ka 26. Është Alt Mërkoja, është i lindur në janar 99 me 31 janar. Edhe ka dëshirë shpesherë që shtu kur mbledhëm, ja tregu edhe njëherë, kur së ngihet të ja tregu qatë historinë qësh ka qenaj. Po, historinë edhe djali tjetër është 2002, ai edhe ma shumë është interesum si vetër, si natyrë, për luftën e për krejt që ka ndodhë. Një 12 vjetë sa u bo, shumë ka pas probleme vesh. Po i njëjti sen ju ka përsërit, pak një ftofje, një diqka, dhe një njëjti problem ka qenë. Deri ndoshta që kjo koha, dhe kërja një si puberteti, asi, mas një ka fitu po gëtë një imunitet ma shumë asi, edhe ma jo. Apo, një kohë shumë i ka pas përsëritu na që ato. Se edhe ka pas bronhet, edhe veshje, edhe krejt. Edhe mas e u deshtë kur më rritëm në strug, erdhë koha vakcinave, mu vakcinu. Atje i bëjshin vakcinat jo në krah, po në kuk, ndryshe prej neve. Edhe ato ka qenë një shumë e ramë për mu, që ajo s'di kur e ka marrë vakcinën, shumë pa të reagu keq, pa të qajt shumë, pa të zdi, unë e kom pas shumë të fështirë që atë menagjimin e qasaj, që më ka metë në kokë, që ajo vakcina parë që e ka marrë atje. Një e ka marrë kur ka lindë, tash e dyta i ka ra atje me qenë. Unë a di trena që i kom gjithë për luftës, i kom si gjithë ma qënë. Që ma s'pari treni. është një që shumë më këthen në atë kohën, kër jemi dalë. Edhe shpesh herë, prej dritarës kur këshyri, shpesh herë më kujtonë ato turmat e njerëzve që është janë dalë edhe që është veç me një anë të rrugës kanë hecë, se s'ka pas drejt këne anej, veç me një anë trotuarit kanë hecë. Po tash gjdo muhabet, shpesh herë kur boj muhabet, lidhët puna e luftës, lidhët ditëlindja djalit kur është më kujtohet shumë, mas shumë t'i lufta. Kur t'jom nëherë t'u kalu me vetur, kur është treni, gjithë më kujtohet, thëmë, wow, që këni avdin, gjithë ma kujton atë kohën. Unë po thëmë e kom pas dhimëtën të shumë feshtë, edhe që po dalë, edhe që jo me bebë, po mas shumë t'i qka ma ka mujtë familja që më kanë mitë këto. E që ato më lidhen shumë e... Edhe diçka kur vjen puna e optimizmit, kur ndodh diçka me që njeri optimist, mu më kujtohet babi jam gjithë. Thëm, hej, në qatë kohë kur ka ditë aj mu bo optimist, kur ka mujtë mu bo qaq optimist i madhë, pse na tash për diçka palidhjen bohëm negativa, kuptimin e fjallës. Po fillimin, deri disa vjetë, menoj që më kanë vazhdu ato traumat e luftës ato. Po me kalimin e kohës, tash janë shumë atë leta, po që edhe tash kur po flasë, njeri prap qanë, prap i dridhë trupi, prap skuqësh, do këtë që është që tash të frest ka ndodhë. Më do këtë që shumë afer ka qenë, ti thu 25 jetë shumë, po mu më do këtë që po flasë që tash që shumë afer ka qenë kjo. Ndjenjat nuk më nësht trupit mja largu, gjithë janë të njejta. Po është mirë, gjdo person, edhe ma mërmenja që gjdo person që ka qenë në Kosovë që ka diqka me tregu për këtë përvojën e vetë që e ka kalu në kohën e luftës, pse mos me tregu se cili përvojën e vetë, s'paku hiq kur gjohë thmite tonë me ditë bota, me ditë krejtë njerëz në qëfar periudhe kemi kalu.